A rekomandohet në disa prej rasteve të frakturave fizioterapia si përcjellëse e trajtimit, rikuperimit? Kështu, fizioterapia është një sen që ne si kirurg Se rekomandojnë? Fraktura nuk zonë me bu fizioterapi. Pas trajtimit të frakturës, do më thonë është një periudhë kohore që dora nuk duhet më aktivizu dhe mbas qasaj periudhe që kjo quhet periudha A 6 javë, mbas periudhës 6 javë që është dhe 2 javë që lehet në pauzë, që bëhet 8 javë, në disa fraktura deri në 12 javë, dhe mbas 12 javë o qajo fizioterapia që është standard i arë që ne e quajmë. Ne si kirurg i operojmë pacientat, mirë për nëse pacienti nuk ka fizioterapi, do më thonë ajo fraktur ka humbë, ajo pacient ka humbë. Unë përdu jom të espjegu frakturën, mirë po fraktura është veç thymje e ashtit. Bashkë me thymjen e ashtit është edhe funksionimi i atij muskujt, ligamentet, indet e buta janë ato që janë të dëmtume. Ne si ortoped nuk duhet asnjëherë me pa veç frakturën, mirë po duhet me pa kej dorën. Nëse po flasim tash për dorën, ose për cilën do pjesë të trupit. Dhe nëse dikush mendon që ka operu një kock dhe nuk i ka pa indet e buta që përfshihen të gjitha muskujt, ligamentet, indi subkutan, do më thënë aty do më thënë nuk është përfundu operacioni, nuk është përfundu trajtimi kompleti që ati pacientit që aj me pas një funksion. Për me definu këtë, unë e kisha spigu një shumë thjesht që një fraktur për mu këthy gjendja e më operohet, për mu këthy gjendja më pashme e ti. Dhe gjendja më pashme e ti nuk është përfundu veç me trajtimin e frakturës, është përfundu nëse është këthy funksionaliteti i qati ekstremiteti që është operu. Dhe këto, përdu me përmen që fizioterapia është e domosdoshme që mu këthy funksionaliteti. Fizioterapeutët janë ata që e menagjojnë ose e kompletojnë funksionin e një gjymtyre me indet të buta të i përfshim muskujt dhe ligamentet. Gjithmonë si pas rekomandimit të ortopedit, sepse i shkruhet me rekomandim si qka guxon, qka jo çdo ushtrim fizikal mund tjetë i përshtatshëm. Kryesisht në përvojën tem që unë ko marrë atje, çdo pacient mas çdo frakture e merr një letër që ai i ka ushtrimet të posaçme, kur në cilën javë çka duhet me bu, kur duhet me aktivizu dhe pas periudhës 3 mujore na i lirojmë ose i jepim dritën e gjelbërt, gjithmonë me këshillën që nëse diçka është, do më thënë gjithmonë mu taku me një profesionist që me mujt me e pa qysh po shkon funksionalizimi. Frakturat nuk trajtohet, nuk përfundohet veç me operacion edhe me trajtim konservativ që është me gips në këtë rast ose sot me forma tjera të gipsit që janë. Përfundon që atër kur pacienti e kthen funksionalitetin e qati ekstremitetit njërën që ka qenë më përpara.